Periudhë pas periudhe, familja Elshani u dëgjë dhe u masakrua. Pas luftës së parë botërore, vitin 1990, kur veç ju dha e drejta se të jetë Jugoslavia si shtet në përbërje, aty u coptu trojet shqiptare. Kuptohet pas 1913-it. 1921-ën Ozdrimi dhe familja Elshani u shkrumbua e tëra. Do thot, me gra, me fëmijë, me burra, me i gjithë fshati u masakrua me gjithë pasurinë që e kishim. Do thot, ishte një lloj tradite e fshatrave dhe e regionit të Sanxhakut Nishit, ku ne i shpërngulën bashkombasit ton, vëllezërit ton nga Sanxhaku i Nishit, masë 714 fshatra. Ky stacion policor është ndërtu që në kohët e vjeta që është për mbretërisë serbokratës slovene e tutje. E si duket sipas gjitha gjasave prej memorandumit Çubrilovićve, memorandumit famkeq, është dhënë iniciativë pushtetit serb të atëhershme, jugoslavëve, mbretërisë të atëhershme, që ky region të jetë në kontrollin e serbo-slavo-qetnikë komunistëve. Mu pra ata është gjetë një lokacion i tillë që ky vend, ku është ndërtu ky stacion policor, ky stacion që është quajtur stacioni famkeq, më famkeq në Kosovë, e posaçërisht në rrafshin e Dugaxhinit, është ndërtu me një qëllim të caktuar që të shuhej njerëzit që kanë qenë më eminent, njerëz me emën, njerëz që kanë qenë familjar, njerëz që kanë pas ndikim në popull, në masë, me tradita dhe dashurie. Sepse këtu gravitojnë fshatrat me banim të shqiptarëve përveç një fshati me vitomëri. Do thotë këtu është ndërtuar një qendër ku gravitojnë Ozdrimi, Dubova Madhe, Dubova Vogël, Novosela, Radavci, Jablanica e Vogël, Jablanica e Madhe, mandej vjen edhe prej Katunit të ri, thillet fshati i ri, Katuni i ri, në Bërgjani, Litoglava e tutje, edhe del në Kashicë dhe në komunën e Stogut. Babën e kanë gjoftë bota, jo cëllda që tu i bota marë babën tonë e kanë gjoftë. Atdheu ynë dhe historia, apo historia dhe atdheu ynë. Në cilën datë historia krijoi atdheun ton Shqipërinë. A mundet mba mendja njeriut të përthekojë gjithë ecjen e historisë vetëm me tregimet e dëgjuar brez pas brezi, se si është krijuar atdheu, historia. Po pra, se në histori është edhe familja Elshani. Historia ndau përgjysmë më tokat e atdheut, por nuk ka rritur të ndaj përgjysmë kujtesën tonë. Dhe ne, shqiptarët, prap gjallë se gjallë. Dhe kur dëgjon vetëm rrugën historike të familjes Elshani, të Buzdrinit, të Rrafshit, të Dugaxhinit, ish Ozdrim, atëherë kujtohemi se nëse jo gjithë rrugën e bërjes së atdheut, do e mos rrugën e bërjes së lirisë së tij, e kanë pasur barë kryesore familjet e mëdha të popullit shqiptar. Familjet që janë nderi, që janë krenaria, që janë themeli i bërjes dhe ruajtjes së atdheut. Një familje e këtillë, e madhe, familje me shenjë, familje që ka krijuar kujtesën tonë historike, me luftën e saj për të hapur rrugën e ardhjes së lirisë së atdheut, edhe pse ende i përgjysmuar, është edhe familja Elshani. Familja Elshani ka ardhur nga malësia e Gjakovës, përkatësisht nga fshati Elshan, i cili padrejtësisht është ndarë me kufi shqiptar. Kjo familje është e njohur si malësore dhe sot e kësaj dite thirret si malësor. Ta Elshani ka pas 2 djemë, Osmanin dhe Mustafën. Arif Elshani ka pas 5 djemë, Ademin, Bajramin, Halilin, Avdylin dhe Zeqirin. Sot vetëm Basazesh gjallë. 3 herë djeg Ozdrimi. 2 herë djeg përpara, 1 herë kur u dojgjë krejt Kosova, o djeg 3 herë. Jonë kënë, në atë kohë jonë kënë vra Dovud Hesa, Sërb, e ngarkojshin Ozdrimin si na i kemë vra. Nuk o dike kush i ka vra në atë kohë. Isa Agjiu ka qenë mësuesi i parë i shkollave shqipe në këtë kohë, në ato kohë. Edhe kanë maltretuar, kanë vrarë, kanë pru deri te vdekja. Kanë mbetë prapë gjallë. Janë rrajnë maltretu Adem Arifi, Adem Elshani jonë, baba im,
Halil Elshani, ku fatkeqësisht në për të gjitha stacionet policore pas ka pas edhe hapësinat mjaftueshme, ku ka pas edhe pemë, kumbulla, molla. E këtu në këtë stacion famkeq policor i kanë lidh njerëzit. Babai im ka qenë i lidhur për kumbulla dhe i kanë thënë nëse ç'ke kumbull shkon me rranjë, nxjerrin rranjët edhe i shkon në Shqipëri, ti ke me pagu me kokë. E jo vetëm këti, po të gjithëve të tjere, edhe të fshatave tjere, edhe të Naklës, edhe të Nabërgjanit, edhe të gjitha fshatëve. Këtë ka graviton kjo pjesë që kanë pru njerëzit ma eminent, njerëzit ma me ndikim, që kanë pas ndikim në masë, kanë qenë familjar, kanë qenë të pasën, për me mujtë me shu aktivitetet e tyre që gjithë më kanë të cinu në bashkimin e trojeve shqiptare. Ne kemi pas një gjenerat të rive, djemë të rije, të reja, kemi pas një numër bukur të madh që dhe mos në lagjen tonë, familjen tonë, sa i përket familjës Elshani. Megjithëse kanë kontribuar të gjitha familjet, e tërë fshati. Por prapë se prapë ne kemi qenë pak më të organizuar sa i përket familjes Elshani, kemi qenë më të organizuar në formë ta quaj edhe organizative ushtarake, sepse u ndike, u shike që do të vijë dhe të rreziku më i madh. Megjithatë, unë kam qenë prezent këtu me datën 7 maj, sepse të rinjtë tonë kishin kaluar nëpër frontin, vijat frontit, e na një pjesë tjetër kishin mbet këtu me mbrojt pollanën tonë, me mbrojt familjen tona, shtëpitë tona, edhe me mbrojt një numër të madh të refugjatëve që ishin prej viseve të Deçanit, të Pesë, të gjitha viseve tjera ku të Lojës, atje që ka pas një numër i madh i njerëzve të tikun nga familjet e tyre, nga shtëpitë e tyre. E neve na dash një bërë organizimin e tyre në për shtutrojet tona, prej tu ku fillon familja jonë, familja Elshani, e deri në pjesën e poshtme atje në Ri, ku ndahet kufizohet me komunën e Stogut. Kemi pas një numër të madh të refugjatëve, edhe të ri, edhe të re, edhe pleqe, plaka, fëmijë, kemi pas plot. E na për hir të asaj u dashur edhe me bën një organizim të veçantë, kemi pas pika të caktuara. Këtu kemi pas afër stacionin policor që ka 1800 metra prej këtuit, edhe dishin që jemi në projektum, jemi në shënjestre për tyne. Po megjithatë na u dashur me caktuar njerëzit në pika edhe kemi bën një organizim për vetë të djemve të ri që ishin në front, na një pjesë tjetër që mbetën këtu me rujt trojet tona, na dashur me caktuar në pika të caktuara për me prit çdo kohë që prishim armikun, prishim ndonjë sulm. Edhe ajo ndodhi me datën 7 maj të vitit 1999 kur jemi sulmu për 3 fronte. Jemi sulmu prej pjesës perëndimore, jugore edhe në anën veriore. Kemi pas një numër të madh popullac aq shumë, saqë na u dashur për mi mbrojt ata u dashur më shtyn që pjesën e lindjes sa ne për me dalë në anën e Drinit. Na i thom Lluga, Drinit edhe Malije, ku ka një pjesë më të madhe për me istruhu ata familjar. Jemi sulmu me praga, me autoblinda, me tanke, me kretë arsenalin ushtarak edhe kanë fillu me djeg atje fshatin edhe të ardhur të poshtë të na sulmu të djeg. E atë ditë me 7 maj janë bra 10 veta në fshatin tonë. Kur rumenët edhe më rrit, plaku i kësaj familje duhet më lujtë i vende zukur për Zotën, se në konë familje me tradita shqiptare. Lufta e ushtrisë qëllimtare të Kosovës në familjen Elshani kishte edhe shtabin, edhe bazën e armatimit, edhe luftatarët e frontave. Kurse familja Elshani po nxirrte brezin e 4 të luftatarëve të lirisë, sepse rrugën e madhe të ardhjes së lirisë e kishin filluar që para më shumë se 100 vjetësh. Por shenje familjes, ajo që ja kishte dhënë emrin dhe nderin, ishte lufta për liri e Adem Arif Elshanit, të cilën e kishte ndjekur Isuf Adem Elshani i luftës së ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Filloi lufta, u hap lufta në anën Knela, në këtë anën tonë. Ka Studenica, me armatim tonë, 133 kur është formu, na ja u kemë dhënë armatimin, se kemë pas edhe shumë i treleza, ma të ranë, ma të letë, automata, pusht, lloj municioni, na ja u kemë dhënë për me më formu 133 Studenicë. Që si Sufi në atë kohë ka qenë të punu në Zvicër dhe ka qënë Zvicërë në shtarë ka është angazhu edhe kemi mnu komandant tonë të rafshit të Drinit. Për brezat e luftetarëve të lirisë, për dashurinë e madhe të Elshanëve për atë dheun, për dhembjen e madhe të tyre që historia e kishte coptuar gjeografinë atë dheu të tyre, nuk flasin vetëm familjarë, por edhe të njohur të tjerë, miq e dashamirës të familjes. Familjarisht, marrëdhëniet me familjen Elshani
qysh prej ka amati. Kjo, muj me thonë, ndoshta edhe prej vite diku 1912, e ma pas. Së dhe këta në një jonë kanë qenë edhe kushëriorë kanë pas. Si kushëri, si tacionë. Edhe babgjyshi jam i ndjerë ka pas marrëdhënie e ngushta me babën e Ademit, Bacës Adem, me Arifin. Në familjen tonë, me babgjyshin, me bisedat tyne që kanë pas, se na fatmirësisht atëhere e kem pas një radioaparat, ku ata ndigjëshnin lajme çka po ngjan në botë, në mramje. Adem Arifin, ai ka qenë vllav i babgjyshit tim, se kanë qenë të vllaznu. Me thonë të vërtetën, kur ne asnjë punë s'kemi hongër pa ta. Fare mirë mbajment si fëmijë, babgjyshi kur me ke mu, se shkojshim për rozdrim, shkojshim me qez, me një kali, hipshim 3-4 fëmijë bashku, gjithmonë për me na afru, për me ditë se kene ka vlla, se babgjyshi im s'ka pas vlla. Ai gjithmonë na ka folë se vllavi im është Adem Arifi. Ka qenë një burr i gjatë, i zhvilluar, shumë i mençëm. Bile me thonë të vërtetën, radhë shqiptar lind ashtu i mençëm se Adem Arifi. Kom kuptu se ai kish disa kujtime edhe për luftrat që janë bon për shtërimin e trojeve shqiptare në Malëzisë, Mosplave, Gusi. Bile një rast e kom qua atje, edhe tanë rrugën kish që ka me të regu për ato vise, të fillu prej fshatrave të rrugos e deri në Plavë, në Gusi, në Vungthaj, bile përfundu ma ditë. Është një moment interesant aty që më tha qëmë të krujet e Alipashës, babë, se kom kujtime, kom pi ujë në ato kruje, edhe ku shkoj aty e hoqat kapel, u krus pi ujë, u ullë afer edhe shkun lëtë. Si familje, si ku në çdo trev tjetër, edhe familja Elshanëve ka qenë halë në sy për shtetin e anmik që kem pas, fashist, serb. Në atë kohë kur ju ka rrezikue prej anmiqve serbe, malazez, që u rreziku populli shqiptar, është paraqit një nevojë të formohen disa nisi vullnetare. Çaj grupi i dytë i ka formuar nën komandën e Molla Zek Bërdyn si komisar e Adem Arifi ka qenë komandant i atyre nisive vullnetare. Në vitin 1953 ky grup nxehet nga udhba jugoslave dhe dënohen, ku Ademin e dënojnë me pushkatim, ndërsa mas një kohë që në bo ankesa, në pagu pare për më shpëtuaj, ai gjyq, ai dënim ju ka shëndëru dikon 20 vjetë, për 10 vjetë i ka majtë në Goljotak. Kishte qenë një burgosun politik në atë kohë, në Goljotak bashkë me Megjen Adem. Edhe mund të regonte atje qëndrimin e tij burrnor në burg, sa ka qenë Goljotak. Policia e burgut, që kanë thonë aty në gardiante, se në mënyra ndryshme në mënu me thi, po i pathyeshëm ka dalë edhe pe Goljotakut. Derisa burrat e tjerë të Elshanëve bënin historinë me armë në dorë në për të gjitha lëvizjet e mëdha kombëtare, që nga luftrat për shpalljen e pavarësisë së Dheut Shqipërisë, derisa burrat e Elshanëve bënin jetë dhe luftë kaçakësh vetëm për lirinë e Dheut, Adem Arif Elshani bashkë me të vllain Halit Elshanin, bashkë me Molla Zek Bërdynin e Radafcit të Pes, bashkë me Molla Isën e Dubovës, bashkë me Elshanët e tjerë, siç edhe bashkë me 1500 luftetarët vullnetarë shqiptar, ishte komandant për ruajtjen e kufirit nga Qakorri e deri në fund të bjeshkëve të Nemrut, ku e merrte pushkën e mbrojtjes Shaban Pulluzha me luftetarët e tij të lirisë kombëtare. Brezat e të rinjve të familjes Elshani u bën pushka dhe krahu i luftës së ushtrisë qlerimtare të Kosovës, që njëherë për gjithmonë të çlirohet kjo pjesë e Dheut nga pushtuesi slav dhe nga padrejtësia historike, e cila kishte ndarë përgjysmë atë dheun e shqiptarëve, pra edhe atë dheun e familjes Elshani, që kur janë krijuar dihet se armët e vrasin njeriu, por arma sjell lirinë. Luftetarëve të lirisë u duheshin armë. Familja Elshani e dinte për më shumë se një shekull
se pa armë nuk fitohet liria. Andaj nga do që kishin pasur mundësi, andaj nga do që kishin krijuar rrethana, kishin sjell armë, jo vetëm për luftëtarët e familjes Elshani, por edhe për ushtarët e tjerë të lirisë, kudo që ishin në përvijat e frontit të luftës. Armë kishin sjell Arif Elshani e Halit Elshani. Armë kishin sjell nga të gjitha anët e Evropës Shaban Elshani e Yusuf Elshani. Armë kishin sjell edhe të gjithë luftëtarët e familjes Elshani, edhe dëshmorët e kombit Nejmedin dhe Virgjil Elshani. Me Yusufin kemi qenë bashkë në Zvicër, ka punu, edhe në gjati bashkë. Mas një kohë lufta filloi në Kosovë, në gjati u kthy Yusufi me Mastina. Për furnizimin me armatim e kemi bo në përmes këtyre bjeshve këtu, edhe Yusufi pa të shku për Shqipëri me një djallë të minës, me Isatin edhe me disa tjerë, se shumë sen edhe nuk kujtohen, por armatimin e prunë dhe në shtedim. Edhe Yusufi herë dhe boni organizimin kohë dhe po thëtë hajde se kemë shku me mërë armatimin se kam rri për Shqipëri. Vetë i shorë qatë që i dodhen, edhe vetë i shorë dhe vetë unë gjitëm nalë. Edhe e prunë 22 kual armatim kanë qenë, pej Gulinovi 12.7, edhe kanë qenë jënë thirë 500 që do zolla, me dikon përfërsisht 50 brella. Po, Yusufi ka qenë gjithmonë aktiv, pikërisht në këtë kanalin e furnizimit, se përmes këtij kanali e furnizu edhe Llapi, edhe Drenica, edhe thuja ka qenë kanali vetëm. Yusufi ka qenë shumë i angazhuar edhe në furnizimin për vetë lagjën e Elshanëve, që kanë prunë një kontingent për 22 kuajve nëse nuk gaboj. Ta Yusufi edhe Isati, ta dishin mi ngarku kualt mirë, edhe kemë vazhdu rrugën. Po kjo rrugë shumë e vështirë është për më ra të poshtë me ata kuaj, sa që për nërë me nëziko me njeri, e qëtë po ata kuaj ishin qashtë mësumë që heshin mirë. Kër ke marë poshtë që jemi ra këtu, kemi mritë të shpia e Ali Halitaj. Edhe ai na ka morë edhe na ka shtim rana. Edhe në atë kohë, shumë vështirë, o konë edhe buk na ka këty, edhe e di këtë fjallë tina të Alisë që na ka thonë, saj për këtë familjes tem, këtë të shkojnë nuk ka problem, po kini kujdes edhe ju për veti kështu. Atë natë e kemë bokonokun aty, bashkë me Yusufin edhe me djelë tonë. Me Lezbidinin jemi ngjoftë shumë kohë të vështira, ka qenë një djalë që me të vërtet ka pas tipare të burra të muajshëm të vjetër, një djalë shumë serioz, që punën që ka marrë me shumë seriozitet dhe nuk ju ka da deri në momentin e vdekjes. Është fatkeqësi që unë flas këtu për rënjën e tij, nuk flas këtu për të përngritjen e tij edhe në të ardhmen. Është fatkeqësi që ai ka vdekur në gusht vitit 1998. Sigurisht që neve si familje edhe krejt Kosovës kish pas me i vy shumë më shumë, po sikur të kish zgjatë jeta e tij deri në përfundim të luftës, apo edhe tani edhe më tutje ai të jetojë ashtu si duhet jetoj një njeri. Mirë për neve është kënaqësi të flasim për të, për formën se si ai ka jetuar, edhe si vazhdon të jeton edhe sot në zemrat tona. Ky në gjatë i pat, koqa fort i pat ushtru djemt për më shku, aty në Glogjan, për këta i këshin paqur më një herë, këta ishin konë të krym me ushtrime se i pat ushtru në gjatë, edhe i këshin pa njës për Glogjanit, fili këshin paqur për Shqipni. Yusufi erdh, i shkon pas mund, më ardhë në zonë pa shku, se u të të kësë më si jenë shku deshën, si prindi për të mi vetë. Saj kohë, une bashkë me ata djemët, kemi arme të këtë jetoni stogët, dikun ka funi i shkurtit, dikun ka 27 i shkurt, edhe është vendosë në stacionimit i pikët 28 në Vrellë. Në atë kohë është bërë kontrolimi i trenit, me neve pas një dhe dite ka arme Sufi, bashkë me Shkenzenin e Medlin, me Shkenzenin Radinin, ka arme me ta Naima Loku, Ismet Bisivish ka qenë komandant i batalionit vendosën atë kohë këtu, edhe unë si shef i shtapit. Dhe i kemi bërë kontrolimin të gjitha pika. Tu fillu nga këtu ku jemi, këtë shumë i këtë territor që është fshati Kaliçan, këtu është bregu që quhet këtë territor fshati Dydesh, në Dydesh bregu është ushtarak këtu afër, edhe në fund të bregëve të lidhet fshati Jabllanis, dhe dy Jablanisa e madhe, e vogla, plus është në pjesën më preferi është të Radasi, fshati Radas. Këtë ky territor, tu lidhen nga Radasi, nga Jablanisa, nga Dydeshi,
nga Robertat e ulët edhe e lartë, të lidhë ekonomia, të lidhë Pregoda, o lidhë Tomosi, o lidhë Istogu. Ky territor ka qenë në të hapësirë dikun 43 km në kontrollin e UÇK-s, që në hapin e parë. Dhe prej asaj dite asnjë milimetër UÇK nuk ka shu këtë pozicion, por përkunazi i ka marrë dhe i ka zhvilluar dhe ka qenë zonë shumë e kontrolluar, shumë ka qenë lidhë. Muj me thonë që vetëm në ofanzime që bo, dikun ka 12 prilli, të nanës, në këtë territor kanë kalu mbi 20.000 familje, sot janë gjallë, shëndërshë mirë dhe jetojnë dhe janë kthyer në vend Kosovën e lirë, që nuk ka asnjë lloj masake nga fati i mirë që tjemë tonik pas fort dhe kanë përgatitur dhe ashtë forme kanë mbajtur. Ka qenë luftë e rëndë, ka qenë një ofanzivë shumë e madhe, ajo ofanzivë është e njoftë me 12 prill, ndërsa ka qenë djemtë të si speciale, që sot nuk janë në mesin tonë, kërkërisht për shembull kemi djalin e Sovjetshonit, Regjili, ndërsa edhe Amjeleze, shumë djemë tjerë, dhe janë gjallë, edhe sot punojnë jetojnë edhe kanonë që janë gjallë dhe ne mundomi të qëmë amnetin atë ndjerë në vend. Kjo është prafësisht me Isufin. Por, shka është me rëndësi me potencu. Në kohën kër jemi arë ka, Isufi, bashkë me Dinën, e me dhe shok tjerë, e kanë organizuar një armatim nga teritori Malezi o sjellë në Kosovë. Tu e lidhëtuar bjeshkët të Hajlës, Vërnuti, këtë teritori Jablanisë dhe sjellë në Vrellë. Dhe aty është përnda. Ajo armatim është armatuar gjithë brigata nga armatimi që ka pagu vetë Isufi Lshoni me gjatimi. 85% vjetë ka qenë nga dora vetë Isufit, nga gjepë e Isufit. Në luftën e ushtrisë lirëtare të Kosovës, familja Lshoni është përfshi në për vijat e frontit, në për njësit të ndryshme në zonën operative të Dugargjinit, duke i mbajtur edhe lidhet me zonat të tjera operative. Pastaj segmenti më i rëndësishëm i ushtrisë lirëtare që është, edhe që është botërisht e ditëm edhe në gjitha luftrat, është segmenti i logjistikës, në të cilin pjesëtarët e familjes Lshoni kanë mbajtur gjallë dhe kanë furnizuar ushtrisë lirëtare të Kosovës. Luftën e ushtrisë lirëtare të Kosovës absolutisht kontributin e tij nuk mund ta kontestojë askush. Por është më pak o fol për kontributin e tij në luftën e ushtrisë lirëtare në Preshet Medvegjë Bujanos. Ne kemi pas kontakte edhe me njerëz dhe dim si absolutisht Isufi, pastaj ka qenë edhe tani ndjeri Sadri Ahmedxhekaj, i cili të gjithë, do të thonë gjatë tërë kohës kanë bashkëpunuar dhe kanë furnizuar të gjitha njësitit. Ju dini se në një periudhë të vështirë furnizimi i ushtrisë lirëtare të Kosovës ka qenë mjaft i komplikuar, ka qenë e barabartë me vijnë e frontit me pjesëmarrjen e ushtarëve të këtu. Isufi asnjëherë në jetën e tij nuk ka ndalë. Sakrifica e tij deri në aktin më sumblim tash. Për rënien e tij ne e dim se janë organet e tuese dhe besoj që drejtësia herë do kur do të dalë në pa. Mirë po kontributi, angazhimi i tij i gjithanshëm në furnizimin dhe mbarmbajtjen e ushtrisë lirëtare të Kosovës, duke lënë veten dhe familjen e tij na duke rrezikuar ekzistencën, është i pashëm. Për të mund të folim, tregojmë si u themelu dhe qysh bëm zgjedhjet e fshatit për përgatitje për luftë. Herën e parë kanë shkuar djemë tanë piktuit, kanë shkuar për Shqipëri, për armatimi kemi qenë 23-4 kanë shkuar për familjes tonë, edhe ju kanë bashkangjitur edhe disa për mahallëve tjera këtu të fshatit që kemë 3 mahallë, Gashjanëve, Shaljanëve dhe së bashku kanë shkuar për Shqipëri. Me një herë ju bashkangjitur aksionit. I qumë për dytën hera dikun ka qenë me 10 qershor, ka shku për armatim. Isufi edhe djemë tjerë tanë kanë shku dhe e prunë armet, të rënda armet më, jo ka Juniki ka këto fshatrat që kalojshin për Koshare, për to, po ka ardhur ka Rugova. Në megjen e kufinit mes Shqipërisë, Malezit, Kosovës, ka dalë me një ngarkesë të madhe për 23 kuaj ngarkum, ka ardhur deri në Shtedim, në Rrugovë. Kjo rrugë ishte shumë e gjatë. Ishim parafërsisht 380 pjesëtarë që shkonim për furnizim e armatim. Ndërsa grupin tonë ishim rreth 20 vjet, sa më kujtohet. Përgjegjësinë kryesore për këtë udhëheqjen edhe kujdesin rreth këtyre njerëzve, mesin e cilëve i përmenda që kishte edhe fëmijë, e morën në gjatë. Ndërsa
edhe sot jam i privilegjuar që ai më ngarkoi edhe mua me një përgjegjësi, që bashkërisht me ta të kujdesshëm për këtë grup. Nejati ishte një njeri me shkallësi të jashtëzakonshme fizike dhe intelektuale, po kishte edhe karakteri i tij edhe imazhi i tij ishte një njeri pak a shumë ushtrak, shi, edhe bënte njerëz që ai kur fliste të gjithë grumulloheshin rreth tina, edhe pse nuk ishte as llafazan i madh. Po ishte njëri i vendosur, ishte njëri i përkushtuar, folte i qetë edhe dinte ti motivonte ti bashkonte njerëz që bashkërisht mobilizuan të ecin përpara. Domthonë i inkurajonte njerëz për luftë. Pra verën e 98-s, unë kam pas rastin që të njihem me djemt e familjes Elshani, jo vetëm me këta katër, mirë po edhe me familjen e gjanë. Me të vërtet, familja Elshani ka qenë një hallë shumë e rëndësishme e organizimit e ushtrisë lirimtare të Kosovës në rrafshin e Dugaxhinit. Me ta, do të thotë, sfari më ka radhë njoftohem kur kemi shkuar në Shqipëri për armatim, por pastaj edhe në organizimin tjetër në vitin 99, kur para daljes në pikat brigadës 133 Adrian Krasniqi, po ashtu aty kam pas rastin që bashkë me djemt e ty në burrat e Elshanëve, që bashkë bim armatim atëherë në atë kohë ka qenë nga mali i zi përmes bjeshëve të Rrugovës. Jusufi, siç e thatë edhe juve, ishte luftëtar i lirisë, i cili e kuptoi momentin që t'ja fillon me vetë iniciativë organizimin ku edhe veçohi nga të gjithë ne rreth idesë, rreth konceptit që i kishte se amiku duhet ma anë të luftuar. Për shqiptarët, historia u tregua e pa drejt, nga se në përshekuj nuk u përfill as se drejta hyjnore e popullit shqiptar që të luftoj për lirinë e vetë. Për familjen Elshani, historia u tregua e pa mëshirshme. Vetëm në shekullin e fundit, ajo përgjaku disa herë këtë familje të madhe të Kosovës dhe të popullit shqiptar. E përgjaku në luftë dhe në paqe. E përgjaku kur luftohej kundër pushtuesit Osman dhe kundër pushtuesit Slav. Por e përgjaku edhe pasi përfundoi lufta heroike me përmas kombëtare e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Por tragjedia e kësaj familje u shndërrua në krenari, jo vetëm të familjes së madhe Elshani, por të mbar popullit shqiptar. Neve I jemi shumë minjoz baballarëve tonë. Xhaxhaj Ademi, babai im Halili, Bajrami, gjithë rezallar tjerë. E sidomos, Xhaxhaj Ademi ka qenë një filozof I paepur. Ai krahas pushkës, burgjeve e ka parë edhe pendën. Kështu që ne gjithë jetën U jemi mirënjohës baballarëve tonë, të cilët dhanë çdo gjë për vetes, që neve mos të mbesim vetëm ata që e ndjekim vetëm pushkën, por jemi një familje e cila neve dim edhe të transformohemi dhe të shkollohemi e krahas pushkës ta kemi edhe penën. 56 nuk kun zjarm në Kosovë. O kun aksion I madh. Ata politika shkaut ishte me I mbledh armët që ka I kalon okupatori. Pa ajo nxajshin vënga ashtu se sish ajo. Armja lypet po nuk mytet njeri. Ata I mytshin hunë. Ku ishin të angazhumë që kreske dikon një pushk, I sufjatesh. Kë më dhejmë kë shumë, më u dashke, kër I përcel që atë dytë, I sufi kon I shnosh. Ka pas kak 1 metër. Kjo kon I lekësht, I gata kon për shumë I lekësht. Me shë dhe copa të zhelë vjetë, se vraj kë kraj pushk. Kërë që të kejak që është aja bëjke, këtëse, ko gjaj lekësht. Tani që shtu janë nisën, hajtë gjithë kush, jo që aty, jo që aty, jo që aty, edhe ka kismet, janë nisën më ikë refugjat, edhe na erdhen që të rena, vala bon nga 200-ve, po dikuj më ishim, dikuj më të kalëdhu në jetë, nuk më ishim edhe mjë ba. Edhe I nreqen. Robnimin I qunë me kere, dhe I dikun nalë, një banis të madha që mi bë bashkë, ku jënë shku nuk e di, djemt, o nisën Virgjili edhe Blerimi, me traktor tonin. Po në gjati një sufi nuk dashti me ndonë më shku, po në gjati nuk më nalë. Vesh me ka ngulli do më shku edhe e që ka hërë do bukën kam, edhe gjuj traktor, na krejti kemi vesh rëbnimin burat ma pak, jo vish 2 setra e di si sot që ja ka thonë në gjati, si
e ka pas dema djali jam, pështu dhe ky qift. Edhe je nisu, vanun, ta u bon marak shumë, prit, ta djel të këthy në gjati nuk o kërkon, këta ma të rijen kënd. Ma të ku shumë të rijen kënd. Vegjili 17, blerimi 18, s'kan pas ma shumë këta. Armatimin tonë që i kanë punë vllazën të konë i Zvicrës, konë ma i përslosën të tonë tjerëve. Po na kemë pas planin për me gjenu këtu në numën e ushtarëve. Këto konë mas pari, për vllazëve tonë ka fillu që të aksion të bani kur ka qenë në Petrancë. Nëse kënë që i konë në taku ati të konferencë. Mas Shabonit të ardhë në gjatë e Jusufi kanë qu Zvicrën, në gjatë e Jusufi kanë pas punë shumë mirë dhe kanë bledha armatimin. Kanë pas lidhë, kanë rarë lidhë me Zvicra nuk e di. Po armatimin dhe më thonë sigun e pare, kemë pas në që për ushtarë konë, kemë pas armatim mjaftu shumë, kemë pas edhe pas ma fillu lufta. Me armatimin konë të furnizum, ko gjemi, familja ju, familja shumë, vllaznit. Rrugën e Shabonit e ka vazhdu në gjatë, para Jusufit. Jusufit të një ka vazhdu, Jusufi konë zgjedh komandant i shtabit lokal për lugën e ndërinit. E kom një rast, ka i kemi përqelë Plagosnit, Peja Blanicë në përëzërëm kemi ra, e kanë maru një urë në stacion të zdrimit, për me dalë atër në urë dhe me kalu për zonë të istogit dhe në të fshatë. Sa djën ato 4 arra. Të një arë, apër stacionit ka qenë Shkëzeni, Ndahuti, Bujari edhe Isu Belxhon. Edhe kërë në vitë ushtria Plagosun, 36 kanë qenë, në traktor, aty i kanë sulmu këta të 4 djemët. Shkëzeni, Ndahuti, Bujari dhe Isupi. Kanë sulmu stanicën. Për mja botë më shumë me kalu këta. Aty Plagos Isu Belxhoni. Edhe ushtria kanë kalu, sojnë par 1 metë në 2 jetë, parë zotit ishte në djeme. Për këtë ure këtu kanë deportuar për mes fshatrave rohat o zdrim, edhe për këtë ure kanë pas më deportu. Këtu kanë qenë Isufi, Shkelzeni, disa edhe 3-4 tjerë ushtarë, fort, Shkelzen Haradinaj, që kanë dalë për me siguru këtë rrugë këtu. Se ushtria kanë nërë këtë drejtimin nga kjo urë këtu, ura drinit. Këta ju ndalë për parën për me nëzonë këtë pritë këtu, puna e policisë ushtrisë serbe, që në veshin çdo moment. Po në atë moment kërë ndalë këtu një këto shenë atje, që atje kanë zonë pritin Isufi, Shkelzeni edhe disa ushtarë, për me osiguru rrugën ushtrisë, që ishim të ardhë në këtë pjesë. Po në atë ko, kërë i policisë ushtarë dhe hinë këtë rrugën këtu, edhe dalë ka Shabadem të dhënë gjitha pet në të stacionit dhe kanë shu reflektorat. Pej stacionit policisë e kanë hetu, që ushtëria e në të deportu. A i kërë i policisë apet u këthynë këtë pjesë dhe ushtarë këtë drejtimin Knena. Edhe me njëherë si kanë mri kërë i policisë këtu, Shkelzeni ka gjujt me zonë në kërë policisë. Edhe automatikisht kanë gjujt këta tjertë me pushkë mitrolezë me ato që këta i kërë urbozh i brejt i zotë. Po, ndërko, si duket, dikush për aty në policëve, ortullu dhe ra dër rrugë, edhe ka gjujt bombe. Edhe Isufin e kanë plagosë në dorë, është i plagosë në Isufin. Mas një 10-15 minutave prënë në Isufin të unë, dora ishe lidhën e gjakosën, thau, a i veç u enke kom shumë dhinë, me qka e plagosa me granat. E mora unë i dhash kundër dhimve. Po flasë pak për Isufin i cili ishte shumë i heshtën, po vetëm pushka e ti e nëzirtë atë në sipërfaqe, sepse a i nuk fliste punë ati, luftë ati, djallit i Virgjilit, i cili një luftetar shumë i rinë, moshtre, e Ahmetit dhe të tjerve, pra një familje tërë që këshim bashkue ushtrisë lirëmtarë të Kosovës dhe komandantit të kësaj ushtrie, komandantit Ramush Haradinaj. Familja Elshani është
një krenari, një knatësi për mu. Familja tyre ka dhënë kontribute në të gjitha fushët, nga burgimet të ndryshme, tortura të ndryshme dhe të sakrificat që kanë dhënë gjatë luftës tonë, ushtrisht lirimtare të Kosovës. Ta kanë bërë emër, sidomos pas lidhjes Pejës, ku janë shquar në këtë lëvizje të madhe antiturke, më pastaj gjatë luftrave balkanike, kur është bërë një gjenocid shumë i madh mbi popullatën shqiptare, jo vetëm të treve së Pejës, por edhe të hapësirës së Skenderajit dhe më gjërësisht. Dhe kështu që mbi emri tyre, si të thuash, ishte frikë për Serbin. Unë kom pas fatin që njihem edhe me djemë tjerë që kanë mërita të veçanta, si që është djali i Adem Arifit, Shaban Elshani, që ka pas fatin të jetë pashtu, pëthuj bashkëmëshatar me dy vëllezër të mi, me Dinën dhe Gjaferin, dhe është njëri ndër shokët që kanë qenë shokë shumë të mirë me dëshmorin e kombit tash, General Skënder Qekun, dhe kanë qenë ndër të parët që kanë fillu transportin apo furnizimin me armë nga perëndimi në Kosovë. Si kudo në Kosovë, që ishte pjesë e ndarë e atë dheut dhe që ishte e pushtuar, e ndarë edhe me dorën e qendrave të vendosjes evropiane, edhe në familjen Elshani, dashuria për liri dhe për atë dhe ishte rritur brez pas brez. Ishte kultivuar që nga këngët e djepit e deri te stërhimi që u bënte familja trimave të kohës. Sa herë kishin nevojë për të gjetur një konak ku shtrohej sofra dhe nuk kishte dyshime se mund të ziheshin robër. Familja Elshani kishte edukuar të gjithë anëtarët e vet se për të bërë reale dashurinë ndaj lirisë dhe ndaj dheut duhej pushka. Duheshin armë. Pastaj duheshin krahët e trimave që ato armë të vinin. Në këtë rreth, që ka grumbullu, që ka që interesu për armatim ka qenë Isufi, me kushri, ka qenë Beka, ka qenë me Nipa, me këta krabajnë, janë konë, do të thotë 100% të angazhuar edhe të koncentruar se si është e mundur që ma shumë ju quan armatim luftëtarëve të lirijës. Me të vërtetë është ajo trashëgimi e babait tonë të madh, Adem Elshani, që thot veprat e njeriu të tregojnë vetë. Nuk duhesh të flasësh ti personalisht që unë e bona këta. Por atë punë që ke bën, atë veprim që ke bën në mënyrë kombëtare është që e flet rrethona e flet shkrimi, leximi, ndoshta edhe historia e flet. Nuk është fort e lavdueshme që ta lexoj vetveten. Bon, c'est-à-dire je connais très bien et merci encore de mon témoignage. Faleminderit për juve që keni ardhur sot. Kam kujtimet zotni Elshanin gjatë viteve 90-ta. Në atë kohë ka pas shumë edhe shqiptarë tjerë këtu. Mirë po, ai përshtypjen që i kalon tek zotni Franco është se ka qenë një person vërtet i sinqert, i cili e ka dashur akon për paqe dhe për
drejtësinë në popullin e vet. Nuk ka okoni sinqert, do të thotë që edhe Franco thotë që pasi që zotri Elshani ka u kthy në Kosovë për me luftu për drejtësinë e popullit vet, e ka përcjell historinë e tij. Jusufi është okon një njerë i madh, edhe shqyr prej Zotit, edhe fëmijët e tij vazhdojnë rrugën e tij dhe janë besnik. Edhe për me vërtetu ato që ka thuni ju, është fakti që Franco e ka vrejt se me njëherë që kur janë shfaq problemet në Kosovë, Jusufi nuk ka hezitu asnjë minutë, i kalon të gjitha që i ka pas këtu, edhe u kthy në Kosovë për minimu vendit vetë. Unë e kom njoft zotni Elshanin Jusuf, e kom njoft në vitin 90-ta, edhe familjen e tij, edhe shoqen e tij. Konkretisht kemi punu bashk një firmë, edhe kem vazhdu kontaktin disa vite me radhë, kurse tani kem kontakt hala me familjen e tij, me fëmijët e tij, me djemtë e tij, edhe me tafrin e tij që i ka në Zvicër. Burrat dhe djemtë e familjes Elshani për më shumë se një shekull ishin në luftë, por toka e Kosovës ishte e pushtuar. Në rrugën e madhe të lirisë, burrave dhe trimave të familjes Elshani ua kishin vënë përpara burgjet deri në Goljota, torturat, shpërnguljet, vojtjet. Atëherë, ata u bën krah dhe jetak i luftës së ushtrisë së çlirimtarë të Kosovës për të hequr robërinë shekullore nga kjo pjesë e tokës së dheut që quhet Shqipëri. U bën krah i luftës për liri duke dhënë edhe jetën e tyre në mënyrë që brezat e shqiptarëve dhe brezat e familjes së madhe Elshani të kenë ku të mësojnë dashurinë e madhe ndaj lirisë së dheut, të kenë shenjat e kujtesës së tyre historike dhe kombëtare. Masë me përveç Sadris, kem pas shumë marrëdhënie të ngushta edhe me atë Nexhatin e Ndjet, se në vranë. Praktikisht do i kemi me te i kalu babën e vetë pa Adem Arifin shumë pak mund të kush me te i kalu atë. Ajo është diçka i veçantë. Barë për këtë anë tonë të Dukagjinit ka qenë i veçantë, po tash njerëz kanë shku ata që të ka njoftë. Vrasi Jusufi më ka therrë në zemër edhe jo kom di vetëm me mujt tana shumë keq. Seriozisht kom di shumë vetëm keq. Jusufi ka qenë një burr i atashëm, një njeri shumë i mirë. Ka qenë zemra fukaras, gjithpuj i ka ndihmu, gjithpuj ka pas qef me i bo mirë. Edhe kush ke ai njeri që e vra Jusufin, për çfarë arsye, i cili ka bërë gjitha të mirët për njerëz shqiptar, për njerëz të Kosovës. Një gjatë keqe s'ka pas të ai. S'ka pas e janë mitësi me këken se e ka darë shqiptarin, e ka darë shqiptarin. Kjo familje janë angazhu, mësë në thonë kryesisht, shumica e tyre. Ndërta, Jusufi e ka pas një rol veçantë. Luftëtarët e lirisë së familjes Elshani bashkë me trimat e ushtrisë çlirimtare të Kosovës ishin kudo. Në të gjitha frontet ku i kërkonte liria të dheut. Ishin edhe atë ditë kur ata kishin vendosur të heqin bashkë me robërinë edhe kriminalin e Asajane që u kishte shkaktuar aq shumë dhëmbje familjeve shqiptare. Ka qenë një njësit special, cilin e ka udhëheq Muhamet Demaj Meti, ka qenë një njësit shumë e letë në pranë brigade, dhe në atë njësit kanë qenë djemë të madhë zgjedhën dhe ndërta shumica djemëve të Elshanëve kanë qenë. Avne Elezi, Visar Brahimaj, edhe Përparimi, Blerimi, Ramadan Elshani, Quka, krejt këta djemë, kanë dalë në një prit, në qofë se mu i më thonë, në një gjah, që me ju të reguan mikit që ne jemi këto dhe nga tash, po nga tash nuk do të mund qarkullojnë vlerëshëm për mes arterjes kryesore që u furnizoj ke maqineria serbe nga mali zi për mes grykës e kullës. Ata kanë dalë në një prit dhe ka qëllu në ashtë një fat i madh, të cilin ka ardhë Shalipuri me 2 gjipa dhe këta i kanë dalë për para. Dihet botresht që Avnia ka hedhë 150 që në predhen,
këta djemt me Breshiar dhe aty kanë me disa njerëz të vramë. Diku rreth datës 8 prill 99 kemi qenë në atë pjesën atje lartë, pozicionum forcat tona. Mirë po një pjesë e pjesëtarëve të UÇK-s. Mesin e tyne kanë qenë edhe Avneu, tash Indjer, ka qenë Ramadan Elshani, Blerem Elshani, Virgjil Elshani, edhe disa tjerë kanë ardhur në këtë pjesë, këtu edhe janë pozicionu. Në pritje të forcave serbe. Kur kanë ardhur diku një kolon nga 6 automjete të blinduara, na kemi filluar të shtim 5 larti. Kemë qenë pajisur me armë ndryshme, kemë pas snajper, edhe në mesin e tyre snajperët sikzave. Kur kanë ardhur këtu, kanë kaluar aty që shihet kanë ardhur këtu, 2 automjete nga ta. Kanë humb drejtimin. Edhe në ato momente është shtit me mortaj 150 njëri gjip, ndërsa gjipi tjetër është shtit me automatik. Kësaj në atë pjesë para ti murit në atë ku nuk ka qenë, është këtu pas luftës, ka qenë i ndaluar një gjip, gjipi tjetër ka qenë këtu. Në atë ku nuk kemi pas informacione se kush mund gjendet brenda, mirë po e kemi ditë se aty gjenden forcat e Arkonit. Dhe kështu mas disa ditësh kemi marrë vesh se mesin e tyre të vramëve ka qenë edhe Sharipuri. Dëshmi që aty ka pas të vramë, ka qenë të gjalla, sepse aty janë gjetë pjesë trupave. Tanë shumë për shkak se ka pas shumë gjak, ka pas shumë pjesë trupit, trut e njerëzve, edhe një sasi e madhe armatimi që kanë pas me vete. Me datën 8 prill vitit 1999, ishim në fshatin Araberd, ishim me një grup shokëve, ku ishte Avni Elezi, Visar Brahimaj, Izet Brahimaj, Përparim Elshani, Ramadan Elshani, Virgjil Elshani, e unë Blerem Elshani me ta, vendosim si dalim në rrugë magjistrale se e lidh me pejen me Malzi me Rozhaj, ku e kishin edhe shkit puntin në kull, edhe dolim disa orë para aksionit Sharipurit, dolim në qendrat në Osels, edhe Serb ishin pozicionum, ku ishte kriminali i madh Arkoni, në njësit veta, ishte i pozicionum në kafen Atlantida, edhe filloi aty gjujtja mes tyne. Autorisjen pej në Osele, ku dhe në mbulej me zjarë Besnik Shala, edhe komandon të i brigadës Azem Veseli, Labinat Elshani, na mundësun për mu tërhekna, për marë mune këtë piken e lartë se thirët vardishta, edhe pozicionum aty. Po ndërkohë, konvoj i shkive, u pan me turbi pe lartit se jenë ka vinë në rrugë, edhe na zbritem të poshtë me Avni Elezin, Isar Brahimin, Virgjil Elshanin, Përparim Elshanin, Ramadan Elshanin, dhe u pozicionum këtu, edhe kurin afru kerët, na kanë e punin si sulmoni si janë afru, Avnia ka dalë me mortaj krahu, mu këtu edhe ka qelu në gjipin e parë, me mortaj krahu, edhe gjipat tjerë që janë konë, kemë sulmu me Kalashnikov, edhe jenë shkatru 2 kerët kriminelve, edhe mas aksionit, aja puni si tërhekem piktuit se shkit ashti do të bojnë çdo gjatë mundshme për mi marë trupat. Edhe jemi tërhekim në pozicion me pashëm, edhe kem prit deri sa unë nalë pas gjujtjet. Mas gjujtjev ka fillu teri i parë, edhe jemi zbrit për herë dytë, i kemi kontrolu gjipat, kem gjetë armatimin e kriminelve, ka pas trut edhe mushkriti ka pas nulce, krimineli Sharipuri,
edhe kem morë gjithë armatimin, kem të rek 2 gjipa se kanë vetë në vend këtu, edhe kem qu në komandën e brigadës 133. Jusufi ka qenë një njeri që kur përmenet ti me mu rësethëm për shkak se vetë mund të alim lindin e këti deni ku bëron është një borim, edhe Jusuf vetë ka qenë borimi i lirisë edhe i shqiptarisë edhe i komi edhe i UÇK-s. Thjesht ai ka qenë borim i gjithë asaj potenciali luftarak, shpirtor, kombëtar. Vetë shqiponja ka qenë Jusufi. I frymëzimit shqiponja. Unë mund të them se Jusufi po të shkon në historia, ndoshta gjithë fletët e tij do ta mbledh gjithë Kosovën. Është një njeri i fortë, një njeri që ka qenë shumë i madh kombëtarisht në këtë. Kur përmendet Jusufi, përmend familja Haradin, më njëherë për ka familja Haradin, lidhet Jusufi, familja Elshan është familja e madhe që ka dhënë shumë kontribut me dje, me para, me veshje, me përkraje, me strehim, me gjitha. Unë po të kallëzoj ty më sport e babgjysh, e vllazit e tonë jemi kon gjithmonë si fëmijë e di, si vishin hallakaçën në rreshin, na çetin natën na bër. Shkijet. Si 5 vjetë për pjetë e di këto krejt që na bëjshin. Tonin kon për që të liri, për që ditë sotit më orë qështu. Edhe hajtër që kjo kohë jo vrajshën e ne nishi me tonë vëna udhimshin e kur shkoj ke motra e ditë një zërim, erë, tha, a dhe më të kaldu diçka, tha, shka ki, tha, dhe më të kaldu, tha, diçka, tha, në gjati, tha, qështu, tha, është që 2 javë ditë të merë, të shku në Shqipni, e të provarë me promë, tha, me nëzja kom da cizmet, sa fort ju kishin aj komt. Edhe shku në 2-3 ditë shkova une. Thash, në gjatë he, thash, shkoni njoni, jo 2, në Ahmetin, në ti. Thash, a di qa na jemi gëzusi në ke orë gjallë se ka ndeshtë edhe ushtarë me mytë. Tha, më këshyri herë mirë. Tha, po t'vje marrë motër, tha qa po më thu. Thash, pse në gjatë, tha, këshyri vëq kujtoj që ka jetë të full. E që ta djelë të nona, tha, si po vrahen për dit, a ka nona e baba e motra dhe ata? Tha, që thash më tha, ma mësë më thuj. Tha, unë jem të nga, më bajtarë më qitë gjinë, më përtu gjinë, tha se kusht jetë let jetë. Që ta fmi tonë, tha si të lejnë të rritën, tha jetojnë liri, jo sukur na, si kemi heke, jemi tu të nahiret, e le dalin të leshëm. Shumë rande ndim, jo vetëm unë, po të gjithë familja edhe rrethit, si ndodhen të vrasjet pas lufte. Këto sigurisht e dim që ka dorë armikun to, gjithë që ata luftetarë, gjithë që ata guximtarë që kanë qenë me gjitha mënyrat o mënu për me likvidu dhe jënë vra. O vra Jusufi, o vra Virgjili, o vra Nezmedini, në gjati, i thujmë, Avni Elezi, cilët kanë qenë guximtarë, luftarë, më të mirë të ushtrisë shërimtare në vra. Dukagjini ishte ngritur në luftën për liri. Djemët dhe vashat më të mira të këtij populli ishin vënë në radhët e ushtrisë qlerimtare të Kosovës, e cila kishte marrë përsipër fatin e lirisë së kësaj pjese të tokës së dheut, e cila ende ishte e pushtuar. Bashkë me Dukagjinin dhe në balë të kësaj lufte ishte familja Haradinaj dhe familja Elshani. Babalarët tanë shkolluan qysh për i të parve. Fshati ynë ka pas mësusat parë si që është në krye me mësusin Niftar Elshani, arsimtarin Halit Elshani. Të thëtë duke fillu nga mësusi, arsimtari, profesori, inxhinieri, ekonomisti, mjeku, e deri të profesori doktor i shkencave familja Elshani ja ka rrit këtij qëllimi, po gjithnjë duke ju falenderuar babalarëve tanë, të cilët me çdo sakrificë dhe mund që e kanë dhënë për vetvetes, e kanë dhënë vetëm që ne të jemi edhe intelektual, edhe të jemi popull i ngritur e mos mbesin vetëm me atë se të jetë vetëm ana e pushkës e jo edhe lapsit. Je me rappelle plus exactement comme je l'ai appris. Unë edhe bashkëshortja ime, kur e kemi marrë vesh që Jusufi është vra, nuk kemi besu. On était comme ça. Vrasja e Jusufit ka qenë një vrasje e rëmë që i ka trondit gjithë ata njerëz dhe ata që kanë njoft, po edhe ata që nuk e kanë njoft. Domethënë Jusufi ka qenë një optimist i madh gjatë luftës, ka dhënë kuraje të mëdha, i ka inkuaruar njerëzit që fitoria është shumë afër, do të luftojmë deri në momentin e fundit. Patjetër e pritoi luftën, e kreu luftën, mas luftës u vra nga tradhtarët të cilët nuk e kanë dashur mirën të vendit. Une, posaçërisht une, që kom qenë për jashtë, këto vrasje i kom një shpirt shumë thellë
dhe shumë tragjike. Ajo që ka ndodhur gjatë luftës është tjetër kategori. Lufta është luftë. Aty nuk ka mundësi, por kjo që ka ndodhur mas lufte, kjo është e pafalshme. Si është e mundun një njeri që ka vrarë Shanipurin, vetë 4-tin, një djalë i ri 17-18 vjeçar, të vritet në liri. Avnjelesi. Kjo është e pafalshme. Si është e mundun të vritet në krye vjetit baba i tina. Mos flasim për këta tonë, se të na gjithmonë familja jonë është ka qenë e përndjekur. Ka qenë e përndjekur gjatë regjimeve të Serbisë. Një pasnjëshme. Por si ka mujt ajo të bartet edhe pas lufte dhe të na vritin moshkujt tonë pas lufte, është e pafalshme. Sa herët dheu kishte nevojë për pushkën dhe për gjakun e djemve dhe vajzave më të mirë të Kosovës, jo vetëm për të dëshmuar se jemi gjallë, por edhe për të krijuar shenjat e kujtesës historike, në radhët e para ishin edhe familja Elshanin nga Buzdrini. Lirisë së Kosovës i ka dhënë jo vetëm krahun dhe djersën, por edhe pushkën e gjakut. Në luftën e ushtrisë qlerimtare të Kosovës, familja e madhe Elshani, lirisë së kësaj pjese të Dheut, i ka dhënë 4 dëshmorë të kombit, të cilët janë bërë shenjë e kujtesës sonë kombëtare. Shenja ku do të edukohen brezat që do të vinë se si luftohet dhe sakrifikohet për lirinë e Dheut.